Kam 2 vajza dhe 1 djalë, po burri më lutet shumë për fëmijë dhe unë kam ngul i them jo, s'dua. Dhe ai është si nervoz me mua, a i kam gjuna se gjithë ju thot unë s'kam gru, se unë du të paktën të kem edhe 2 fëmijë. Ja, i gru ka, po sikur s'ka. Për të sa gruaja si bindet me bo fëmijë, kjo është sikur mos me pas, si thuhet, sikur mos me pas. Elhamdulillah. Kështu që nga bim jeti, knaqe dhe bindju burrit, jo 2 fëmijë që thot burri, po 4 inshallah të boni. Edhe 3 keni 7. A jemi muslimanë për çfarë jemi? Se jemi muslimanë duhet shtohemi, duhet shumohemi. Sa më shumë fëmijë aq më mirë është, aq më shumë sevap. Dhe aq më shumë kënaqësi. Se derisa të bësh fëmijë, do të kënaqesh shumë derisa të shkosh ke fëmia. Kështu që janë të lidhur me gjonat bashkë me njëra tjetrën. Kënaqësi, fëmijë, sevap, shpërblim, mirë ditën e Kiametit. Çfarë bëjnë fëmijët mas vdekjes tate, të vjen ty sevapet e shpërblimet? Ku ka më mirë? Edhe du bo qef, edhe du morë sevape, edhe du dalë mirë ditën e Kiametit. Alhamdulillah. Kështu që nga njëra anë burri jot nuk ka faj. Nga njëra anë nuk ka faj. Unë i them thotë, jo, e ka bo jën me 4 o. Dhe ai është si nervoz me mua, valla qega i buth. Është si nervoz, pra nuk është nervoz, po është si nervoz. Qega mashallah. Allahu turi qege florit shumë. Mirë, po njerëzve ju thot s'kam gru. S'ka faj për Zotin.